Këmbanët për Gjermaninë kanë kohë që kanë rënë, nuk është ky botërori. Kanë kohë që kanë rënë këmbanët për Gjermaninë. Kjo për mua ishte rënimi i Gjermanisë. Në thonjza, në qofse... Italia dhe Gjermania, po i marrë të dyja si dy kombëtare, pavarësisht se kanë qenë... Jo, Itali mos e merr fare si shok. Mos e merr, s'ka lidhje Italia. Okej, Milena dëgjoj. Mendoj që do të ofendoj Italinë, kuptoj këtë gjë. Italia dhe Gjermania kanë një problem në organizim. Italia filloi problemin mbas shpalljes kampionë bote në 2006 dhe Gjermania filloi problemin mbas shpalljes kampionë në 2014. Italia mbas 2006 filloi probleme. Vetë kënaqësia të parit të vetën më të mëdhenj se sa të tjerët ju dërgoi këto probleme. Gjithashtu dhe problemi nuk qëndroi tek lojtarët dhe tek trajnerët, mendoj që qëndron edhe te federata se si i kanë drejtuar gjërat dhe si kanë arritur të merren me lojtarët. Pra, Gjermania dhe Italia po investojnë shumë tek talentët e huaj që ju ikin nga Gjermania dhe vazhdojnë dhe luajnë, po t'jap një shembull. Për shembull, Kenan Yildiz është rritur tek Bayern, te akademitë e Bayernit, por nuk do luante për Gjermaninë. Ka patur mundësinë të luante për Gjermaninë, ka zgjedhur të luajë për Turqinë. Dhe talentet e tjerë, lojtarët e tjerë mos marrë me emra shumë të përveçëm. Dhe çfarë ka ndodhur? Dhe Italia njëjta problem është në problemin e organizimit nga federata, pra të selektimit nga federata që tek moshat nuk vazhdon më problemi tek selektimit. Kampion bote të Italisë. Para 2 javësh zonë kampion bote. Është analizë më e thellë. Është 17 vjeçar ishin këtë vit, po jo 17 vjeçar para 5 viteve që të luanin tani. Dëgjoj, vje keq që të kundërshtoj, po nuk e di se nuk kemi fare. Italia nuk ka nevojë që unë e ti të gjenezën e futbollit ka të bëjë me boshtin vertikal të rritjes. Pasoja është këtu. Duhet shikojmë që ndoshta emigrantët cilët janë pajisur me pashaporta, si në Francë, si në Gjermani, si në Itali, ndoshta këta janë më të hetur ose e shikojnë si pikë shprese, si dritë në fund të tunelit, bërjen sportist, bërjen futbollist. Sepse e përmblodha sportistë, sepse kudoja ka në gjitha llojet e sportave, derisa jemi dhe në një emision sportiv. E kupton? Pra është çik më e thellë analiza që bëri kolegja në studio. Dhe nëse korrigjohet, zgjat në afat gjatë? Patjetër. Zgjat. Gjermania 2014 që u shpall kampion, në 2004 ka filluar të ndërtoj kampet në Brazil. Pra, shiko projektin 10 vjeçar përpara dhe kishte kampet e qëndrimit që qëndruan atëherë dhe hotelin që qëndruan në ekipin gjermanisë. Ajo ja dhuroj, nuk ka lidhje fare për atë. Ajo s'ka lidhje fare me atë. Më dëgjoni deri në fund sepse unë kam shumë probleme. Gjithë është projekti afat gjatë. Ishte lojtar të akademive që nga 2004 që i përzjodhi siç ishte Mario Götze, Marco Reus, pavarësisht se Marco Reus nuk mori pjesë se ishte i dëmtuar në botrorin e 2014-s, kishte lojtarë të tjerë si Draxler, Schürrle që i filluan rritjen profesionale dhe të përzidhen nga akademi që në vitin 2004 dhe ata lojtarë ishin të gjithë që ndikuan në finale. Pikërisht Gjermania ka kohë që s'po e bën